Zvicra në Kosovë. Jemi pranë në Komunën e Suharekës, ku do të hapet një nga kompanitë më gjigante në Kosovë, ku do të fillojnë punën mbi 40 punëtorë. Kjo fabrik pritet të prodhojë materiale për izolim ndërtimor dhe ka për qëllim të synojë jo vetëm Kosovën, por edhe tregjet rajonale. Për të gjitha makineritë dhe investimet dhe të ardhmen e kësaj kompanie do të flas pronari i saj, Xhavet Krasniqi. Janë me mua. Si lindi për tresh ideja me ardhë prej Zvicrës në Kosovë me hapë këtë kompani kaq gjigante? Na si familje punona në një industri, prej si jemi në Zvicër, se baba jam e ka bërë këtë punë, edhe qëllimi jemi ka me punë një firmë gjigante, që është në këtë botën, firma Suprema thire, tash më shpikon konkurencë kësë një, po ata për ta nuk e fort interesante, se tregi i Kosovës, tregi i ullë, i vogël. Na trego pak për këto makinerit, cila duken shumë të mëdha, cilat janë funksionet e tyne? Atje është furnizimi me nxemje, shqiptarë do të me kthye në gaz, punë që s'kemi tjetër mundësi. Këtu janë, ne i thona mikserat, janë 3 lloj. Si bëhet përzierja materiale, bitumi, të SPS-it e dosane tjera, si hin të mana. Këto është furnizimi bitumit, si vjen, ati lartë. Tani vazhdojnë për të me shku të makineria, këtë anën. Qëto është pjesa furnizuse, qëto niset ma shkut prodhimi. Këto janë 3 i thona na, kjo është si hynë, edhe vazhdojnë dhe në kësone e thona shqip me kësone bateri. Po. Si e thonë, nëse kemi rast nevoje në defekta, diçka, kjo me qëto muna me mbulu për një 3-4 minuta. Furnizim e kësaj. Qëtu bëhen furnizimi bitumit për produkt. Tu i kemi nxemjes për me majtë temperaturën në nxetë. Ne i bëjmë edhe këto izolime këtu në Kosovë, për shtetet e jashtme, sidomos për Zvicër, me aeroportë me gjitha i bënë negocë. Ne, për Kosovës i kemi këto produkte, edhe vazhdojna me sistemin e shpanum, si i thona na, dhe mbushjen e saj, deri te pjesa e dytë, ku ngjitet edhe alumini. Do të bëhet një shtresë tjetër aluminium. Kollaj kemi ajrin e nxehtësie, si e nxerrmi,